Për të siguruar jetën e familjes, Julianit ju desh të punonte në të zezë në një biznes si jurist me një rrogë jo më shumë se 30.000 lekë, por nga një shpërthim i ndodhur 7 muaj më parë, ai humbi të dyja këmbët. Sot, sërish me të njëjtën forcë për të siguruar jetën e fëmijës dhe bashkëshortes së tij, ringrihet me këto proteza të cilat të zhurmojnë në çdo hap që hedh. Pastaj deri 6 muaj. Por nuk e ka më një punë, as ai dhe as bashkëshortja e tij 26 vjeçare. Tamam, ishte i mëngjes që nuk e mendoja që nuk do kthehesha me këmbët e mia në shtëpi dhe kanë kalu gati 6 muaj, që ka qenë shumë e vështirë për mua. Shumë njerëz kanë kontribuar dhe shumë besimtar ungjillor na kanë ndihmuar. Shteti që unë e du nuk më ndihmoi, më la në mes të 4 rrugëve dhe njerëz të tjerë më çuan në spital, nuk erdhi një ambulancë, unë thjera për 10 minuta nuk ngela aty në mes 4 rrugëve. Nuk mund të jem krah për familjen time, nuk mund të siguroj për familjen time. Ne na duhet një ndihmë e vazhdueshme. Unë kam një djalë 10 muajsh, Eriola, ne jemi pa punë që të dytësh. Juliani ka diplomë juristi, ndërsa Eriola diplomë anglishteje. Në kushtet kur dy të rinjt kanë një familje, jetojnë me qëra dhe pas gjithë kësaj që ka ndodhur, kanë një lutje për ndihmë nga shteti, një ndihmë ekonomike ose mundësi punësimi. Neve jemi familje e re, shpenzimet janë shumë të mëdha patjetër. Neve nevoja është e madhe si për një ndihmë financiare, si për një punë. Patjetër që Juli vërtet tani është në proteza, por ai patjetër që mund të punoj, unë patjetër që mund të punoj. Por mundësit nuk është se janë shumë të shumta këtu në Tiranë dhe është vështirë të gjesh një punë. Kështu që kërkesa ime do ishte si për një ndihmë financiare, nuk e di nga shteti, gjithashtu për një punë, qoftë për Julin, qoftë për mua. Për të dy është një sfidë mbjetese, por ka nevojë për një dorë që të ringrihen për të jetuar normalisht në një vend normal.